Nëse jemi dakord në këtë, besoj që qaruam. E dyta, për spitalin e Podujevës, Zoti Çollaku. Nja 3 herë spitali i Podujevës ju ka prej shiriti. Në fushata elektorali. Unë kur s'kam thënë se duhet të bëhet spitali i Podujevës. Arsyeja është e thjeshtë. Ja ku është Prishtina 30 km, Kosova është e vogël, 11.000 km2, kemi mjaftueshëm spitale, po investuam t'i mbajmë si duhet. Prandaj kemi gjetur modalitetin tjetër, ku e kemi bërë një poliklinik specialistike, që qytetarët e Llapit mos ketë nevoja për shërbime specialistike në Podujevë. është donacion nga... është komplet investimi joni, zoti Kushtrim. E dyta, do t'a bëjmë edhe në Viti, do t'a bëjmë edhe në Rahovec, do t'a bëjmë edhe në Leposavish, si thash, do t'a bëjmë edhe në Drenas pa tjetë. Shumë mirë. Okej, pyetjet e shikuesve, ju lutem, zona Rizvanolli dhe zoti Vitia, unë do t'i lexoj nga iPad-i im, ama t'i përgjigj të merremi me politikë, ndoshta është mirë kjo në një drejtim. Muzafer Avdyli thotë, përshëndetje Kushtrim, të nderuar panelistë dhe përfaqësues të Lëvizjes Vetëvendosi. Kam një pyetje për zonën Rizvanolli. E dim se rrjeti i energjisë është, thotë, i shitur para disa viteve, ka fjalën për çështjen e Kecit dhe shkurtimisht, urdhroni. A ka mundësi sigurisht që mund të hyjmë në negociata, por e vërtet